me hidhërim të thellë, po ju them që jemi raca më e degeneruar e komunitetit evropian. Kjo për arsyen se Shqipëria është quajtur gjithmonë mali i kaosit. Ato që ne na duken si emra i lirë, quhen sharje të rënda në greqisht. Ky kaos që ekziston sot në Shqipëri ka ekzistuar që në antikitet. Dhe fiset i lire, gjysmë të çmendura me klithma që grekët se kuptonin dot, këto fise quheshin fiset e kaosit. Dhe mali ku këto fise ju luteshin zotave të tyre, ky mal quhej mali i kaosit. Në greqisht është Oros Kaon, është emri i Kaonis. Kaosi përfitoi si forca më shkatruese e universit, dhe kjo forcë më shkatruese e universit është pikërisht në gjakun ton, në mënyrën se si ne ekzistojmë si një shoqëri fisnore, që nga periudha e lirëve dhe deri tani s'kemi ndryshuar fare. Dhe një nga arsyet që ka mbijetuar gjuha shqipe është se ne jemi idiot, pra ne nuk kemi kuptuar greqisht. Grekët ne na kanë stunduar për më shumë se 2800 vjet, vazhdojnë të na stundojnë edhe sot e kësaj dite, nëpërmjet minoritarëve, të cilët e flasin shqipet në mënyrë të shkëlqyer dhe kanë depërtuar në sigurimin e shtetit gjatë regjimit komunist. Pastaj gjatë demokracisë kanë marrë postet kyçe në të gjitha administratat, që nga jo e Sali Serbit, nga Vuçidoli, Fatos Nano, që është me origjinë greke dhe nuk jeton më, dhe tek Edi Rama. Pra, të gjitha qeveritë që kanë qenë në Shqipëri kanë patur në administrat shqipfolës grek, që punojnë për interesat e Greqisë, por flasin shqip në mënyrë të shkëlqyer. Dhe ata dinë shumë mirë se si të shfrytëzojnë forcat e errta, forcat e kaosit në Shqipëri. Pra ne jemi troja e cila vazhdon të digjet me qindra shekuj dhe po e djegin përsëri grekët. Do me thënë, mali i kaosit është pikërisht në Epir. Vetë emri Epir vjen nga apeiros, do thot tokë pa kufi, dhe është gjetur ky term në Odisea. Prandaj e kanë marrë hindyrët, emri të cilëve ka kuptimin syshtrembër në greqisht, çakër, këta janë ilirët, dhe jo njerëz të lirë siç mendojmë ne, njerëzit e kaosit. Prandaj ju lutem shqiptarëve që të kthehen në shtëpitë e tyre, të mendojnë thellë për këtë që po bëjnë, që po sjellin kaosin në Shqipëri. Dhe për këtë gjë kam përgatitur një lutje të veçantë, sepse Zoti e do Shqipërinë, përderisa ka mbijetuar gjuha shqipe, por ka mbijetuar rastësisht, pikërisht në mes të kaosit ka mbijetuar gjuha shqipe, në malin e kaosit. Oros Kaon në greqisht. Të dashur shqiptar, të dashur pellazgë kokëtrash, dëgjoni lutjen e Zotit. Titrat e videos, anglisht, shqip, I'll say it again. Do ta them përsëri. Nobody is coming to save you. Askush nuk po vjen për të shpëtuar. You can hide from the rain. Ti mund të fshihesh nga shiu. You can find shade from the scorching sun. Mund të gjesh hije nga dielli përvolues. But when night falls, por kur bie nata, you cannot stop the darkness from coming. Nuk mund ta ndalosh errësirën të vijë. Life doesn't wait for rescue. Jeta nuk pret për shpëtim. It doesn't pause until you're ready. Ajo nuk bën pauzë derisa ti të jesh gati, and it doesn't reward excuses. Dhe nuk I shpërblen arsyetimet. That's why you must become your own source of strength. Prandaj duhet të bëhesh burimi I vetes sate I forcës. Stop waiting for the perfect opportunity. Mos prit më për mundësinë e përsosur, the perfect person, or the perfect moment. Personin e përsosur apo momentin e përsosur, the life you want will be built. Jeta që dëshiron do të ndërtohet by the choices you make every single day. Nga zgjedhjet që bën çdo ditë. Your greatest breakthrough begins. Kthesa jote më e madhe fillon the moment you accept responsibility for your future. Në momentin që pranon përgjegjësinë për të ardhmen tënde. Discipline will take you farther than motivation. Disiplina do të çojë më larg se motivimi. Consistency will outlast talent.
qëndrueshmëria do të zgjas më shumë se talenti. Courage will open doors that doubt keeps closed. Guximi do të hap dyer që dyshimi i mban mbyllur. The darkness may surround you, errësira mund të rrethojë, but it doesn't have to define you. Por ajo nuk ka pse të përcaktoj ty. Be the light that keeps moving forward when others give up. Bëhu drita që vazhdon të ecë përpara kur të tjerët dorëzohen. Stand up. Stay focused. Keep going. Qohu. Rri fokusuar. Vazhdo përpara. The day you stop waiting to be saved. Dita kur ndalon së prituri për të shpëtuar. Is the day your life truly begins. Është dita kur jeta jote fillon me të vërtet. Drop 100 if you agreed. Shkruaj 100 nëse je dakord. Share to someone you need to hear this. Shpërndaje me dikë që ka nevojë ta dëgjojë këtë. And join us for more. Dhe bashkohu me ne për më shumë. God bless. Zotit bekoft.